Në Kosovë ekziston një Ministri e Ekonomisë që merret me energjinë. Vetëvendosja e ka një ministre, Artane Rizvaneollin, që do të duhet të ishte personi kryesor i partisë të flasë për këtë temë. Por jo, në konferencë për media ata nxjerrin Armend Mujen, personin që kurti së fundi e propozoi për ministër të bujqësisë. Pse? Sepse Armend Muja me gjash nuk e ka të lashë të turprohet publikisht dhe e vërteta e hajnis me rrymë vetëvendosjes është aq e madhe sa që duhet një rëndës i kualifikuar dhe me përvojë si Muja për ta marrë përsipër ballafaqimin. Në konferencë, i mbuluar i tërë në Gjirs, Muja foli edhe për kompaninë NOA Energy Trade. Kontrata me NOA është nëshuar me 9/5 të vitit 2019 ndërmjet Kekut edhe NOA. Si fillim, për kompaninë NOA Energy Trade, për herë të parë keni dëgjuar nga unë. Postimin e parë e kam bërë në Facebook me 16 mars të këtij viti. Kur e pash se si një kompani që as nuk e njenim, ishte futur në 10 kompanit me qarkullimin më të madh në Kosovë. Po ashtu, rritjen gjigante nga vit në vit e kishte jo normale, më të madhe se secila kompani tjetër. Veç brenda vitit kishte kërcem rreth 100 milion euro. Kur u futa të shikoj në ORBK se kur është regjistruar si kompani kjo NOA në Kosovë, pash se ishte me datën 29 qershor 2021. Dhe veç brenda 2 vjetësh, bëhet kompania 8 më e madhe në Kosovë. Jo më herët pra, por nga viti 2021. Ajo çfarë ka prezantuar Armend Muja është një kontratë e përgjithshme ose kornizë që tregon se kompania e caktuar pajtohet me rregullat e tregtimit të energjisë elektrike të përcaktuara nga Federata Evropiane për tregtim të energjisë. Armend Muja duhet na tregojë diçka tjetër. Përse zyra e rregullatorit të energjisë elektrike, institucioni që kontrollohet nga qeveria e tij, ja lëshoi licencën për tregtim të energjisë NOA-s Degës Kosovë me 2 shtator 2021. Dhe Armend Muja duhet të na tregojë çfarë fitimesh ka pasur kjo kompani para vitit 2021 në Kosovë. Po flasim për kompaninë NOA Dega në Kosovë, jo për kompaninë NOA në përgjithësi, po për këtë Degën në Kosovë që gjeneron qindra miliona fitime. Po Armend Muja nuk u jep asnjë të dhënë. A e dini pse? Sepse do të shihet që kjo kompani fitimin multimilionsh e ka vetëm nga viti 2021, jo më herët. Po edhe sikur ta kishte, çfarë ka lidhje? Prej kur partitë politike mund të mjaftohen me arsyetimin të tipit ka ndodhur edhe në të kaluarën. Po a nuk është esenca e rotacionit demokratik përmirësimi? Nëse për vetëvendosjen, është i kënaqur me arsyetimi se diçka lejohet nëse ka ndodhur në të kaluarën. Atëherë pse na duhet zgjon pushtet? Thjesht do të vazhdoni me të kaluarën. Edhe diçka, nëse NOA dhe vjedhja e abuzimit kësaj kompanie është faj i dikujt tjetër, përse deputeti vetëvendosjes Sali Zyba refuzon të ta quajë skandal? A keni ndonjë dokument për skandalin milion të NOA Energy? Është me skandal si masteje, po nëse të prot. Ç'është është skandal? Është një prej kompanive më të mëdha e cila i ka vetëm 2 punëtorë. Po kjo tjetra? Do të thotë diçka që dikujt i duket skandale, do t'i duket gjithë Kosovës skandali. Kështu që mendoj që nuk është shumë e rëndësishme me u marrë me llavet njerëzve kot, prandaj është mirë vetëm me i verifiku këto raste. Por ju vetëm nuk është skandal. Po këto 2 zyrtarët e vetëvendosjes, përse refuzonin që edhe të flisnin për të? Zëna Kusari, a mundesh shkurt lutem një koment për skandalin e NOA Energjisë? A ki do një koment? Po parapoj për një takim tjetër. Apo na tregoni pse s'po reagoni fare për skandalin e NOA Energy? A keni ndonjë koment? Leonor. Po kjo ish ministrja, përse nuk shpreh e shqetësuar? A i për skandalin që s'ka zyle fare një kompani ka shumë. Apo beson ju të një gazetar ju me një deputet? Sepse si janë të interesuar të kuptohet që në Kosovë ekziston një kompani që me veç 2 punëtorë gjeneron qindra miliona nga tregtimi i rrymës dhe këta janë të përfshirë KKK. Këta e din po ashtu se e ka një ambasador i cili e ka pranuar publikisht komision parlamentar se është paguar miliona euro nga Beogradi për t'i konsultuar për shitblerje të energjisë në Kosovë. Unë kom qenë aty si këshilltar. Nuk kom unë si profesor natyrisht. Ashtu si që thashtë, unë jam që është i fëmijë në Slovenia. Unë i kom bënë këshilla politike se çka do të duhej me bënë një firmë e madhe. Sepse rryma dhe vjedhja nga rryma është damari kryesor financiar i kësaj bande. Dhe shqetësimin kryesor e kanë se tash po e kuptojnë gjithë. Hajde tash nxjerrën e Armend Mujen e djerseteni prapë.